Ti terrori se me të mbosh. A shpjegon ai pak pika shkurta. Në fillim u duk si po i merja unë pyetje, jo ata mua. Sepse i thash, shpu keni ju këtu, se ti se ke punë këtu e ke në Librazh, ti thash ti duhet shkosh në Elbasan, sepse kishin se njerëz nga rrethet, nga që nuk e pranonte ta bënte Tirana, nuk e di pse s'pranoi Tirana të më pyeste, do ketë refuzuar personi, a do ketë pas frikë, nuk e di, po sinqerisht kur shkojnë policit, gjithmonë duhet sikur i marrin pyetje ose kur marrin pyetje. Dhe ata më pyetën që ti ke thënë për dy korrikun, që Rama do eliminohet. Unë kisha thënë, o dorë Zot, eliminohet. Unë jam i bindur për këtë gjë. Dhe unë i shpjegova atyre një gjeopolitik shkurtër që di shpendi një faqe deponim çfarë po ndodh me Shqipërinë, me pushtimin izraelit. Që nuk e kanë fajin Izrael, ta them me sinqeritet. Është familja Soros, siç e bëri Rothschildi, krijoi Izraelin në 48-ën, familja Soros po krijon Izraelin e ri të shoqërisë së hapur në Shqipëri me ata që s'duan të jetojnë me Izrael. Sepse ti e di që ka rreth 1 milion refugjat Izraeli që s'duan të jetojnë me aty për shkak të gjendjes që kanë atje. Dhe i thash, pjesën e dytë, se ata më pyetën, po si do eliminohet Rama? Dhe unë ja thash, Rama do eliminohet në shumë forma. Në qoftë se ai nuk tërhiqet, në qoftë se nuk arratiset, se ai burg nuk bën. Ato nuk e lënë të shkojnë burg, e vrasin para se shkojnë burg. Dhe ai ka vetëm shpëtim të arratiset në Izrael, se s'ka ku të fshihet tjetër. Nuk ka ku të shkojë tjetër përveç Izraelit. Dhe i tregova që në qoftë se ai nuk arratiset, do ta vrasin të vetët. Cilët janë të vetët? Mafia e kokainës që lëviz në gjithë botën, ka dhënë e ka marrë me Rama. Dhe ndodhin dy fenomene paralele. Fenomeni është që Rama u ka dhënë premtime, por premtimet kushtojnë para. Çdo të premtimet kushtojnë para. Kur Rama thot në Zvërnec do të marr tokën tënde, që e ke me letra të falsifikuara, apo me letra të rrëmbyera, apo me pengje se i ke marrë ti, dhe ti ke të sigurt se do punoj me kushte në Ivankën, personi i fjalë do merret me 3-4 grupe mafioze të tjera për paratë e investimit. Po në moment që digjet ky projekt, siç do digjet këto ditë, për shkak të zharat kushte dhe Ivankës që kanë për të tërhequr, se s'kan ku të shkojnë, për shkak se spaku me si thosh influencën të Amerikës, po e njollos atë projekt pak nga pak çdo ditë krim, para e pisët, pislëk, kokainë, dhe kjo është procedura që ti thot familjes kushte largoni që shpëtojnë familjen Trump. Në këtë moment, këta njerëz që kanë hyrë në pazare me mafjet botërore janë të detyruar të eliminojnë Edi Ramën. Sepse kështu funksionon mafia, këto ritualet. Është grupi tjetër që Rama u ka dhënë lekët ja menaxhojnë. Më fal, po të eliminohet Rama, ato do të marrin lekët për vete. Kështu funksionon mafia në gjithë botën. Këto janë ritualet e mafjes. Dhe kjo është qeveri që ta kam thënë herën e kaluar, karteli më i madh i kokainës të botë. Kjo nuk është qeveri, ky është kartel. Pse është kartel? Në qoftë se në Zvicër, ari përcakton vlerën e frankës zvicerane. Në qoftë se në Amerikë, naftë përcakton vlerën e dollarit, që quhet ndryshe edhe petrodollar. Në Shqipëri, kundër vlera e parës tonë është kokaina. Sepse vetëm gjë që ne prodhojmë është kokaina. Sepse këta kanë shkatruar ekonominë shqiptare, në popull që vetëm konsumojnë dhe s'prodhojnë asgjë. Dhe në thelb e gjitha kjo histori, me gjithë ndërtimet pafundme që ndodhin në Tiranë, edhe në Shqipëri, ka të bëjë vetëm me paratë që pastron të kokainës. Dhe në këtë kuptim, Rama e ka ndërtuar vetë kurthin e tij. Që ata po tu preket, siç po ndërkohet, po rrethohet Rama nga gjitha anët. Ata do ta azgjësojnë Rama për të hequr një pengesë, që është njeriu që u ka dhënë paratë që t'ia menaxhojnë, ose janë detyruar ta heqin qafe, sepse bandat kriminale, grupet mafioze, kështu funksionojnë në botë kur u prishet një pazar. E dyta që mund ta eliminojë Ramën janë shërbimet inteligjente. Shërbimet inteligjente kanë përballë njeriu që shkatroi gjithë gjeopolitikën e rajonit. Pse ka shkatruar Rama gjithë gjeopolitikën e rajonit? Këtë kam shpjeguar antiterrorit, këto janë fjalët që kam thënë atje. Ka shkatruar gjeopolitikën e Shqipërisë sepse ka shkatruar portin e Durrësit, që është vlera kryesore edhe bon stillit. Pa port Durrësi nuk ka bon still. 3 orë, ja ka thënë Dio Guardi, miku tim në vitin 2000, që do bëhet një rrugë 3 orë. Ky qeshi shokuin. Nuk ka vlerë bon stillit tha, pa 3 orë larg portit Durrësit. E dyta, ka shkatruar bazat ushtarake dhe ja ka kaluar Pashalimanin Izraelit, kompanisë Kajo, të Ron Xhefet, që ka shkuar me 600.000 lekë vjetra, kompani që ka marrë gjitha setet e investuara nga Turqia në kuadër të NATO-s për llogaritë Amerikës në Shqipëri. Pra ka krijuar një bazë ushtarake izraelite në Pashaliman. E dyta, në Sazan, 1/3 e ishullit, do të jetë një bazë ushtarake e fshehur në një stacion meteorologjik izraelit. Ka shkatëruar gjithë gjeopolitikën e Mesdheut. Edi Rama po shkatëron infrastrukturën, gjeopolitikën e rajonit dhe është bërë një problem për Gjermaninë, për Amerikën, për Turqinë, duke futur situata të reja të panjohura dhe ky njeri është bërë problem për të gjithë botën. E treta që është më e rëndësishme, ne shqiptarët nuk është se kemi ne zgjidhje.
Në qoftë se ne nuk kërcojmë tash Ramën, asnjë shqiptar nuk ka vend në Shqipëri. Dhe ne kemi